Missilleri të nise. Ti më nëse më djek, unë e di shumë mira në fillera se në fillera. Jo, ti e di, pikërisht, prandaj. Po, vazhdo, më nuk më djek e dashur. Sa mirë. Më djek. Që do thoshte? Këtë s'ku një kratë një mashkulli tjetër. Oh! Hyrja ime në një video të pa të uput në klab. Ajo je ti dashur, ajo s'kam. Ai kështu na kysh byçar zemra. Ajo je ti. Ai kështu na kysh byçar. Hyrë ke hy, kisha turp me mba njerëz të mi me hyna të mirë. Wow, vërtet? Kisha turp. Se zemra ka pufur në herë një djalë? Kisha turp. Nuk e pufur në herë një djalë? Kisha turp. Jo në atë mënyrë si ti dashur. Kisha turp. Nuk po të të fare, kam pufur një djalë beshar, ne jam shumë e lumtur për të. Turp. Nuk kam arsye pse të më vi turp. Turp do të vi ty, çka këto paragjykime. Të të vi ty turp që s'pranon veten tënde dhe nxjerr vetëm vrerë nga goja, vetëm helm. Nxjerr vetëm vrerë. Po çfarë jeti? Je një njeri komplet fake. Je një njeri komplet fake, kjo je ti. Je një njeri komplet fake, kjo je ti. Po sigurisht sepse ti e mendon 10 herë një fjalë para se ta thuash, se ke frikë se si do perceptohesh aty jashtë. Gjë që mua nuk më intereson fare. Gjë që mua nuk më intereson fare, të paktën unë jam me vërtet zemën. Të paktën o Missilleri, unë jam me vërtet të paktën. Erik, ndiz mikrofonin. Nuk jam që se puna jote. Dhe dalësh jashtë e vërtet e se vërtet. Vetëm time e kam treguar në vite unë. Berkena, ndiz mikrofonin. Edhe jave ki. Po, zemër. Po. Edhe je out. Po. E vendos ti këtë? Ha? E vendos ti këtë? Pas më të fojë, vendosion. Kena problem? Kena problem. Berkena, dash. Ka shko vesh që fustani këtu që të pak. Jo, zemën, që ti e mësu zemën me i vesh fustanet.